Maturantët e qarkut Korçës kanë zhvilluar provimin e parë të maturës shtetërore, atë të gjuhës së huaj. Kanë qenë 1803 maturant nga të gjitha gjimnazet e qarkut, të cilat janë nënshtruar këtij provimi. Testi ka nisur në orën 10 dhe ka zgjatur 2 orë 30 minuta, ndërsa burimet zyrtare flasin për 12 qendra provimi në të gjithë qarkun, të cilat janë menaxhuar nga rreth 150 administrator. Pas përfundimit të provimit, disa prej maturantëve e kanë konsideruar testin të lehtë. Provimi ju duk i thjeshtë, edhe pse ishin administratorët atje të cilët nuk na linin të komunikonin, po që ishte vërtet i thjeshtë provimi. Emocione jo, nuk besoj se kisha emocione, po që thjesht isha i përshëndruar tek ajo që po bëja. Provimi shkoi shumë mirë, kishin pak emocione si provimi i parë që ishte, por dolën shumë mirë dhe besoj se do marrin nota të mira. Tani provimi ishte nivel mesatar për mendimin tim. Dolëm mirë. Nuk ishte i vështirë provimi, ishte i thjeshtë. Nuk spatëm emocione aq shumë, në fillim ishte pak për emocione, pastaj dolëm mirë. Këtë vit ka pasur një ulje të numrit të maturantëve, të cilët janë nënshtruar provimit, pasi një vit më parë në maturë kanë qenë 1838 maturant. Provimet e maturës do të vijojnë më 9 qershor me provimin e gjuhës shqipe. Më 16 qershor do të zhvillohet provimi i matematikës dhe do të përmbyllen më 23 qershor me provimin e lëndëve me zgjedhje.